Kombëtarja shqiptare nis rrugtimin në play-offin e Botërorit 2026 me një përballje të rëndësishme ndaj Polonisë, e cila do të zhvillohet më 26 mars në Varshavë në orën 20:45, ku qezinjtë synojnë një rezultat pozitiv për të mbajtur gjallë shpresat për kualifikim në fazën finale. Trajneri Sylvinho ka bërë publike listën me 26 futbollistët e grumbulluar për këtë sfidë, si edhe për ndeshjen e mundshme ndaj Ukrainë ose Suedisë më 31 mars. Risitë e kësaj liste janë mbrojtësit Stavropilo dhe Bujar Plana, të cilët marrin për herë të parë ftesë me kombëtaren. Import janë përzgjedhur Tomas Strakosha, Elhan Kastrati dhe Mario Dajsinani, ndërsa reparti mbrojtjes përfshin një kombinim eksperiencë dhe energjie të re, me emra si Berat Gjimshiti, Elseid Hysaj, Ardian Ismaili dhe Arlind Ajeti. Në mesfush spikasin lojtarë si Kristian Aslani, Ylber Ramadani dhe Yasir Hasani, të cilët pritet të kenë rol kyç në organizimin e lojës. Në repartin ofensiv, konkurrenca mbetet e fortë mes Myrto Uzunit, Ernest Muçit, Nedim Bajramit dhe Armando Brojës, në mungesë të Rejmanajt dhe Mirlin Dakut. Trajneri pritet të zgjedhë formacionin më të mirë për të përballuar një kundërshtar të fortë si Polonia. Kombëtarja do të nisë përgatitje të hënën në shtëpinë e futbollit, ndërsa të mërkurën do të udhëtojë drejt Varshavës, ku do të zhvillojë edhe seancat e fundit stërvitore përpara sfidës vendimtare.